E premta e 6 qershorit shënon festën e Kurban Bajramit, një prej ngjarjeve të rëndësishme për besimtarët musliman në mbar botën. Ashtu si në të gjithë vendin, edhe në Shkodër, besimtarët kanë kryer ritualin e faljes së Kurban Bajramit. Gjatë fjalës së tij, zëvendës myftyu i Shkodrës Arben Halluni u ndal për të folur mbi fenomenin e largimit të shqiptarëve, që vitet e fundit është një nga shqetësimet kryesore për shkak të braktisjes së vendit dhe lënies së prindërve të vetëm. Thirrja jone vazhdueshme është të mos braktisni vendin dhe të mos largoheni pa u përpjekur këtu, shpreh Halluni. Që drejtohem edhe me një thirrje shpirti zemre, me një mesazh që bëron nga shqetësimi për fatin e vendit tonë, për bijtë e kësaj toke që po largohen gjithnjë më shumë, duke lënë pas familjet, rënjet dhe të armën, kryesisht prindrit që i lënë të gjallë dhe i gjejnë fatkeqësisht në mërmerë. Thirrja jonë e vazhdueshme është që mos braktisni vendin tuaj, mos ikni pa u përpjekur këtu. Allahu Gjeleshanu e ka lidhur riskun me përpjekjen, jo me vendodhjen. Shkodra është një vend i bekuar dhe unik në botë. Allahu na ka falur këtë vend me 3 lume që rrjedhin si gjaku në damaret e kësaj toke. Buna, drini, kiri, me liçenin e bukur, me detin afër, me alpe që ruajnë si konor në deri, me tokë të begat, me klim të butë, dhe me një pozitë gjeografike strategjike, që shumë kombe do ta kishin lakmi, dhe që sot i kemi prezent rreth nesh. Po kush do ta ndërtoj këtë vend nëse jo ne? Pse të largohemi pa kërkuar me mund dhe përkushtim riskun në vendin tonë? Falja e namazit të Kurban Bajramit u organizua në sheshin pranë xhamisë Ebu Bekër në qytetin e Shkodrës. Festa e Kurban Bajramit simbolizon për besimtarët musliman sakrificën e bërë nga njeriu për të fituar faljen, mëshirën dhe shpërblimin e Zotit.